vesh atë fustanin e kush si më ndapsh, dhe shumë i ngjashëm atë të Hailey Bieber. Dhe thash, do shkoj me atë. O krye. Do dalim dhe do bëjmë gati bashkë. Me sinqert, për mua nuk është një event i përjafshëm që të dal, se realiteti është që shumicën e kohës darka do dal vetëm me Erbysin, sepse shoqëria ime që unë të dal është jashtë. Pjesa tjetër e shoqërisë janë me fëmijë, është shumë e vështirë që të organizoheni të gjithë në të njëjtën kohë, kështu që darkat i kam vetëm për burrin tim. A do zihemi ne deri në fund të mbrëmjes? Absolutisht po, por është okay. Nata është ende e re dhe neve kemi ende kohë për ta shijuar. Ka marrë shumë muria, para se të dalë, do bëj një pinca, do të cëmbis diçka dhe ta ham të tre. Doja të vishja xhinse, por pastaj thash vetes time, do vishësh xhinse 6 muaj rresh, vendos pak xica. Mbasi afus kot, po pse jo, ja, një jetë është. Kur do kem kohën të vendos të xizat? Kur të kesh në një rast. Ky është rasti. Unë do ketë në vetes, ky është rasti. Rasti është që jemi gjallë. Xizat janë Leila dhe fustani im është vishnje dhe normalisht nuk kanë pik lidhjeje, kështu që e fshiva. Vendos një ton neutral, po si fillim vendosim pak concealer. Vibe është ky. Viki të hajë të pincën dhe do dal direkt. Bye! Kjo është veshja.